Mirë se vini në emisionin Burra dhe Gra këtu në televizionin Dugagjini. Sonte kemi një temë shumë speciale, realisht që të temë Merlin dhe këmbon me propozimin e Arditës. Arditës? Po, Arditës. Shumë mirë. Ide shumë e mirë. Moti më pengon që kjo problem. Mel, hajde tha e bujna... Shumë e qëlluar. Ti falenderojmë sponsorat njëherë, ma ndem vazhdojmë me diskutimin e temës. Si gjithmonë, i kemi sponsorat tanë, parfumeria Piano, me pika në tërë Kosovën, e kemi pjetë e gazuara të lajtizës, që kanë orë tash me sirisi në treg të muajt të fundit, ujin miras, që na freskën si gjithmonë, kemi Automitën, lagjen Washington këtu në Prishtinë, edhe Provona Real Estate, kompaninë e patundshmërisë. Faleminderit shumë që jeni me neve, edhe këtë ju publik që na ndjekni. Vazhdojnë atash. Jo, Ardita ko me vazhdu. Qëllit dëne? Qëllit kene qatë? Ardita e ka caktu që temë, higjena në komunitet. Që se kanë vret njerës shumë. Pa përgjësia bëhet problem publik është shumë e vërtet. Dy sanë në veç pjavdhezi mohabetin që ka mu më shqetsojnë këtë shoqni këtu e 26 vjetë. Shkon për shamull në restoran në Prag, që është nga qytetet më të bukura Vjena, Praga, Stokholmi. Në Prag presin njerëzit ka 5 orë me bleni liber. Edhe unë bëli ju thamë gjithmonë shukëve të shumë kona në Prishtinë, veç diskoteka i këshumë bo këto farë bibliotekash, hërë në restoran qesin pjesë të protokollit atë në WC. Shkon të na, zdi vla që shikry nevojat, asë se qojnë shullin, asë se pastrojnë WC-n, e thamë me keqardje të madhe. Me shumë keqardje. Me shumë keqardje që halo ma të fleq të WC-t e femnav. Ma të fleq të e të femnav se të meshkujve. Meshkujt jenë shumë atë pastër. Pasha zotën, a? Shumë e vërtet. Se më ka ndodhë me im në WC-t e meshkujt, për shkak që më ka ndodhë ma pastër. Jo, në si qëndroj qësoj. Po të sinte e femnav. Jo, në gjëmë se kemi qka kur sinte femnat me lajem. A më hajgore po bënë që sinte femnat a ki mashkuj që është të mshirën në ajo e mashkuj dhe futët të femnat se ka fik probleme. Sa e futën ashtu, po mashkuj të kanë toaletin më pa pastër i qëndroj unë e kësaj, në shtë e kapim, po aqë ma pak edhe femnat, po mashkuj të shumë ma shumë se sa femnat. Më falë, i shes të anë aty edhe ato... I gjujnë ato farë që shëthojnë... Pelenat. Pa ja është normale, ku për të me gjithëm? Ku me gjithëm? Jo, po e talen shole. Se gjumë bërlag. Se gjumë bërlag. Do është me mështjel, me mështjel. Qërë është përgjithsi, kur e përdur banjën, vecin me lion pastër. Unë bëjt që di se ka jeri shëdhe të meshkujt, po më duke që edhe mashkuj për qesin. Sërësisht po. Unë e përzin toaletet, asë përzinë në pedi. Vesh në i stanë për i natë, më sinqeresht, vecet e meshkujve janë matë pastra. Ta një bërlogën o vla, bërlogën që shmunet njerën left me gju bërlogën. Që shmunet pelenat, po, unë thash në sholë mëre pelenën e kanë... Kënisë edhe edukata nga vetë njëreu, me thonë drejten, sepse tash nuk mundët nami përgjithsu njerëzit, sepse për shambull unë e kom njerëz të palatis e të banesa ku jetoj, tash pithën palat, kom njerëz që janë super të pasërt, nuk i lënë asë pucat jashtë. Kom njerëz që janë përmi një katë përmbi mu, shofë që për shambull gati gjatë gjithë kohës, ka të binte poshtë kërë së përnë litës e diqka krejtë bërlogu jo dherë dhe të rrugës. Edhe asë nuk shumë në kapë, asë kërë gjohë. Tash, unë nuk nisë atë ka jo që nuk ka edukat familjare, sepse nështë ta edukat familjare ka, po s'ka edukat personale. Shtu që gjithmonë në nisë asaj që nuk ka. Se vaj mirë, po do kështë kur po kesh. Jo, në keshë gjithmonë. Po, e më shku të konta bërlogu, të shë për shamull të, deri të konta shkon, nuk e gju në kont brenda bërlogën, po e len ofër aty. Për si, për ose anash. Po, për shamë në ardhe kontinijat nuk i kemi të ndomë, plastiken, qelqen, ato, këto. Po recycling. Po nuk është problemi i qytetarëve që nuk janë kujdesshëm. Jo, do të qytetarë. Do të bëhe dhe reciklimin edhe qytetarë. Do të me marrë me veti paloma, ose heqish me regullu uj ka, me aqit ujin aty, me lion pastër, me përgjithsi është, që shpelen t'i vecin kur del. Reciklimin e mbeturinave në mas pari nuk kemi kontinire për me bo. Me qenë matë vedishëm këtë aspekt, edhe pa pas frikë, normalisht nëse po mendoj... Edhe në vendet tjera e kanë një lloj frike që në fakt në për Evropa, apo ku dhe që shkanë, e din që në momentin që ata vetëm e hudhin i mbeturin, kanë mu përgjigjë
Dhe se i gjenë dënimit e shpia, e që kjo është problemi që tek ne, më thënë, njerëzit nuk janë... sepse mas pare i kontinjera nuk kemi për me bërë ciklimin e mbëturinave. Po, ne do të me parë. Po, i kujna është qytetarve? Jo, së është i qytetarve, është i shtetit. Se shteti du të me bua ato. Po shteti do shumë... Mund të me bua dhe qytetari, për ta shkjo krejt qytetarët e kanë mendimin e njëjtë. Po, në një problem kryesore kam në mishtore, se di nëse ju ka ra me shku. Që aty e prejk mishin, që aty i prejk parët, edhe ta jep ty mishin. Parja është ma e papastra bot. A kanë logjik njerës, sinqeresht. Unë menoj që sigur që ti mishin e ke marrë dhe si ke thonë. Kush? E kom gjujt. Kush si ka thonë? A i ka thonë? Po që shjo. Edhe kesën kër e qelin me pështym, unë ju kom thonë, edhe ma kam po që u habita ose që ka lidhje. është shumë sen që është higjen, sa marrën e pështymën tonë e bëjmë e pështymë të emë burë dhe... Po, asë pështyma jote nuk është higjen, për shembull. E jam jashtë. Jo. Unë se bëja të sen heq. Ama së është higjen, do më thonë se ti që ndërën asaj që së është higjen, zdush me thonë asë pështyma jote. Jo, veç e të sen, kështë të thonë lojtë. Jo, ne, ngopa. Kur e shot dikon me pështymë, thëmë sa marrë pështymën tonë, e marrë pështymën të emë. Po, e nëse ta vazhdu shumë keq. Dikush tjetër ka thonë në vjen keq, dhe disa nuk i të pikë, nuk qelet kesja me pështym. Po. Nuk qelet është absurde. Po dhe restoranet edhe kafet edhe gjithë shka ka rëndësi, në fakt mënyrën që sa janë pastër kuzhina dhe kjo ka shumë rëndësi. Po normalisht nuk do të mu bazu vetëm në aspektin se sa e kem realisht kufizu me vetëm përmes ligjet edhe me qenë të vedishëm. Na vetë do të me kriju, vetë do të me qenë të vedishëm sepse është vendi jonë edhe... Njerës nuk e vrejnë që atë sen, se dhja ju ka në rasti... Jo, mu për veçën që ardita që ja ka të hek vrejtën ati personi, sepse kemi njerë që nuk ja të hek vrejtën edhe e merë mishin ashtu. Dhe nëse nuk e të hek vrejtën, a i do të me di që nëse ti nuk i shkon prap, do të me di që diçka qëndron i problem. Jo, se për shkakun kjo shkon se ka produktin e mirë ai, edhe i atë hek vrejtën edhe ai e merr të akceptueshme, akcepton atë vrejtje që jep klientja. Po njoni u pas shpilëm fajt, se veç u habita ma ka bua. E një klientit, menoj. Tani, po më thot dikush mami për shambull, mase është palidhje, mi thonë, po qysha palidhje, unë e pështymën e njeriut, nuk ka higjen, nuk e dion çfarë smundje ka e njeria, po kuptan, është të merë, unë e këta, kurse kom vlerësu këtë sen, dikujna si do këtë kur gja. Në Stockholm nuk ka punë që s'kum bo, para se më bo gazetar, kum shpërndo gazeta, kum punu barman, men kum punu pastrus në restorane, po i shku në ora 5 të mëngjesit, në ora 7 për restorane. Të në 5 e ke pastru deri në 7. Po mo vetëm në rast se u thyna i gotë, u bot diçka. Këtu të merri maj malë që bot super plohën, po edhe mes mu bo plohën... Jo, është pa pasërti shumë e madhe, se që mirë se që shepshin. Edhe pastru, të tregoj që shkëllë, mu ka ndodhë dhe vetë. Jonathan është atë që mirën ta mën me punën e tyne që shduhet, sepse çdo herë e konsiderojnë vetën si të përshmu për qatë punë, a realisht e punën qatë punë. Po përderi sa ti je në fakt me qatë profesion, atëre pse nuk pe kryna atë punë. Ose leje krejt komplet, ose mos e thuj çdo herë të nkurë ka përmendur një shambull, një konë të hongër buk në një lokal që të në Prishtinë, edhe është një lokal gogja ma emën, edhe gogja i kushton kënë të rëndësi kualitetit të ushqimeve edhe krejt, lokalit e krejt. Unë të hongër buk në lokal, edhe ofër me e pastrusja me fshisë. Edhe i këmë thonë, thashë, falë, ju me kësi fshize kështë, të në njështë që që duhon. Po, bravo. Edhe i këmë thashë, falë, thash, a mundesh me dërprej, thash, si më të hongër, thash, vazhdojnë masanej, do më thonë, asë nuk kanë kultur, kur do të mu fshi lokalit, kur do të mu fshi. Po shefi jo, unë nuk i qëndraj asaj që s'ka kultur, unë i qëndraj asaj që pronari ja bën obligative gjatë gjithë kohës me fshi. Për shembull, ai nuk mund të pronari kultur të pastërtisë. Smunet, jo, se për shembull ajo të konsum atë. Pronari thotë gjatë gjithë kohës fshi, se nuk e shen tunajt ose diçka. Ajo nuk shkon pe qefit me fshi para një klientit, ta garantoj me. Nuk janë gjithmonë rastet njëjta. Gjithmonë ekip pronari pronari gjithmonë e bën këtë sen që është tim punëtor me fshi orar e pa orar. Nuk është pronari, se pronari së është 24 orë aty me të poti është menagjeri që është menagjeri, s'pe dhe kam relogj, ka raste që pastrusja vetë se ka
të programu me mtru që zbën mu që me fshite me fshit që qotë plone, menagjeri dhe pronari do të jepin punën asaj dishtë apo zishtë sa herë në ditë po nuk mundem me mi përsi krejtë rastet edhe me thonë është vesh qashtu si vesh qështu. Ka edhe rastet që po thute, ka edhe rastet që po thomone, janë të përzira gjithmonë. Po nuk besoj që ka naj pronar që për shembull do me largu një klient prej hotelit ose prej restorantit për shembull edhe kamarierin e thirr 100 herë. Kamarier, 100 herë. Pastrusja, që po tushtë të kamariere, për shembull ko plët kamariera, që vjen ta bjen gotën edhe kop që të shto. Këshërë mirë. Që kamarieri i mirë qëtë e kop gotën. Që është profesionale. A dhe sa shpesh ju thëmë kamarierave, do më thëmë që që me pep të pijes, bra pipin e pijes, ta kopin me dorë. A ke vrejt që të sen që shme pi tani unë? More kape me palu, more pipin a e normal. Se tu taj mërët mi pas pa pastra. Vjen edhe keq mi ju thonë, se dy qërës du me ullë poshtë një kamarier, gjithmonë një mesjashme, po nuk mundem pa ju thonë se është shumë bazik që ti do të me ditë për higien. Pipen, nuk mund është me kap me dorë, nashtë me ngojt ashtë, mere pipen. A ko bakteria të ngortia, ka na i smundjen gjitha, zotin a rrë. Ka ndollë me ta prunë që shtu me dorë, me thonë nashtë me ngojt. Jo, Pipen, po, mos se banalizojnë. Vrejt që thanë, më si edhe ti pak, edhe njën vezvese, shumë njën vezvese që ti për i qërisht të E tyat ka ndollë edhe me ta prunë me dorë, me thonë nashtin e ngoj pipen, sasoj pas ka ndollë. Kamarieri ka marrë pipin edhe e ka shtin gotë të prek me dorë vetë. Ke shpitive që e komdonim shkoj ko marrë vetë. Kështu që krejt juve kamarierave, ju lutem, ju respektoj të për shumë, keni parasysh pipin, kër e vendosin në një gotë, për mjështërim, për klientin e juaj, ju lutem, e kapni me palum, sepse mund të ndodhen gjona të qia. Po mu ka dasht me derë krejt pijan, mos me pi. Të merë. Jënë sa në bazike që me të vërtet nuk kanë kultur njerëzit që të në Kosovë, si do mos, nuk kanë kultur, nuk i din sa në të bazike. Nashta si këna mësu dhe në shkolla, nashta dhe shkolla. Ka të bëjmë me shkollë kjo, ka të bëjmë jo vërë ta mëson shkolla ty që shme ka pipin, po të të me ditë vetë me logikë. Shkolla turizmit mëre këto për shamull kamariera do të me pos punë lash profesion. Mëre kamariera të kanë kry me shkollën e turizmit, parë zote në Kosovë. Qka, hotelleri dhe turizma? Ja, qërët, veç pak nuk mundëm i qëndru asaj që nuk kanë shkollë kryme, sepse ki njerë që për shamull ka bo mund sakrific, ka o shku shkollë, ka majtë e njime për 5 minutë, ka majtë e njime për shamull që nashtë 8 vjetë ose 9 vjetë që përën atë. Së mundëm tash mi përgjithsu, se për shamull ki kamarja që u fut që tash edhe s'ka kry shkolla s'nuk din kur qo. Është mësu, ama për shamull pronarve nuk e kom venen me marrë një njëri që ka shkollë se ta aldi për rogë 1.500 euro. E shkën e merë një kamarjer që s'ka shkollë me 500-600 euro rogë. Për shamull, ajnë mënohat që ka rogë 1.500 euro që ka kry shkollë, ka kry mund sakrific ka bu, për mu bo kamarjer ose mu kanë përgjegjës i ndërimit. Ai do të me mësu një kamarjer të ri që nuk din. Do të me mësu, me i kalëzu që për shamë pas e ti ja bëhet kështu. Po vese edhe njerit kamarjerën ose kur dhe shof do të me dit pak sa në bazike të pastërtisë. Po, ai duhet me dit. Po që a thash do në maharët shumit që asë janë vetë, po tërë edhe për diresa asë janë vetë, punojnë me dëshirë normalisht që ai punë nuk po me bo tamam që shduhet. Se tu fillu ndoshta edhe pe pagesav që janë të dëshpru në aspektin e pagesav, ai normalisht që vjen sikur me zër me të shërby. Për shembull ki plot vende që ju vetëm kamarjeri, po edhe punëtor që punojnë ndoshta në shitore, nuk sillen tamam që duhet me klienta. Pse? Pse ndoshta nuk paguën që duhet. Realisht kjo nashta ndikon më shumë se sa. Është edhe tjetra, nëse për shembull ti se ki pagesën e kënaqshme, ku e ki drejtën ti mos i me klientin keq, ose për shembull ti ki jetën tonë ki probleme familjare, po vjen punë me probleme familjare. Po ai shpreh përmes klientave, sepse mendon që në momentin që hub klientat, atëherë është barabartë me pronarin. Faleminderit juve shumë, Zoti ju rujt juve e gjithë njerëz e na dhosh Zoti shëndet e mas shumë të mena. E sa ma shumë paqen e mes veti. Se për shembull unë ylle fort jena diçysh fukaro pe menve. E më na dhon yll diçysh prenia den men. Vallai në pe men janë mirë. Pasha besë që Zoti faleminderit. Ti për mua je një ndër njerëzit më të mençur që një kështu. Edhe shpirt mirë. Ti ve pas më shumë men vallai veç tut na çelun meç. Të në mirë shqiptar ku do qeni, tani kena mjanis lojës kar ate për zgjedhja, kena me zgjedh do
A kena Po më do këtë dhëmë që i ke bo kohën e fundit, s'po di kush t'i ka investu, e nuk po del mirë kjo fjalla. Dent fikse. Dent fikse. Faleminderit, natën e mirë, Zoti ju ruaj gjithëve.